Fiku dhe kefiri, kombinimi që bakteret e mira të zorëve e adhurojnë. A e dini pse shumë dietologë rekomandojnë të konsumoni kefir me fiq? Kefiri është një probiotik që do të thotë se përmban bakteret të dobishme për zorët. Fiku është një prebiotik i pasur me fibra që shërben si ushqim për këto baktere. Kur i konsumoni bashkë, krijoni një kombinim simbiotik. Shtoni bakteret e mira, ushqeni bakteret ekzistuese, mbështesni një mikrobiom të shëndetshme, ndihmoni tretjen dhe funksionimin normal të zorëve. Por si ta konsumoni? Shtoni 2 deri në 3 fiq të freskët ose 1 deri në 2 fiq të thatë në një gotë me kefir dhe konsumojeni për mëngjes ose mes vakt. Nëse nuk jeni mësuar me ushqime të fermentuara ose me një dietë të pasur me fibra, filloni me sasi të vogla për të shmangur fryrjen. Një zorë e shëndetshme fillon me ushqimin e duhur dhe ky kombinim është një mënyrë e thjeshtë për ta mbështetur. Trupi juaj do t'ju falenderojë.